Jepini fund të njollave në rroba, përdorini këtë lëng magjik dhe do befasoheni. Shumica e njerëzve përdorin shumë më tepër detergjent rrobash se sa duhet, gjë që çon në të kundërt të efekteve. Ekspertët kanë zbuluar se cila është sasia ideale. Sipas ekspertëve, kupat me masë që merrni për detergjentët tuaj të lëngshëm të rrobave janë pothuajse 10 herë më të mëdhenj se ajo që nevojitet në të vërtetë. Është thjesht një teknik tjetër që përdoret pothuajse nga prodhuesit për të bërë që të shpenzoni më shumë produkte edhe të bleni produktet e tyre. Ato rekomandojnë përdorimin e 2 lugë çaj detergjent të lëngshëm ose 2 lugë gjelle detergjent pluhur. Mund të mos duken të mjaftueshme, por na besoni, ju duhet vërtet kaq pak detergjent për një ngarkesë standarde të rrobave. Ato shtojnë nëse harxhoni më shumë detergjent, pjesa më e madhe do të ngelet në rrobat tuaja dhe mund të shkaktojë gjithashtu edhe probleme ose irritime të lëkurës.